Të nderuar koleg, në këtë video do të analizojmë një rast veçanërisht të ndërlikuar të hasur gjatë screeningut ekografik të tremujorit të dytë. Gjetjet ekografike fetale të konstatuara janë pyelektazia e djathtë me megaureter, një sistem i dyfisht renal në të majtë dhe prania e ureterocelës në zonën vezikale. Duke zbritur në legjen, përqendrojmë vëmendjen te fshikëza e urinës, e cila duket e distenduar në mënyrë të rregullt. Duke aktivizuar Color Dopplerin, verifikojnë praninë e rregullt dhe rrjedhën simetrike të dy arterieve të kërthizës që ndjekin në mënyrë të rregullt muret e saj. Ky gjetje na konfirmon anatomi normale vaskulare përreth fshikëzës dhe na shërben gjithashtu si një pikë referimi anatomike e qëndrueshme për të hartuar defektet pasuese të bashkimit. Gjithashtu, këtu mund vërehet një ureter i djathtë, veçanërisht i zmadhuar. Në fakt, menjëherë mbi tavanin e fshikëzës shfaqet kjo strukturë anekogjene, e zgjatur dhe dukshëm e përdredhur, e cila, duke ndjekur rrugën e saj retroperitoneale, shpje në legën. Dhe pra po flasim për një megaureter. Prania e një ureteri kaq të dilatuar në epokën dimorfologjike e zhvendos dyshimin diagnostik drejt një patologjie të bashkimit uretero-vezikal ose drejt një refluksi të rënd, por kjo nuk është sepse nuk do të kemi shenja dhe këtë do ta shohim më vonë. Duke vazhbuar, arrim kështu te veshka e djagtë. Këtu dilatimi kaliko-pjelik shfaqet në të gjitha shpërsinë e tij. Por të vënat semiotike thelbësore për prognozën dhe për këshillimin është cilësia e parenkimës. Vërejmë në fakt një hiperekocicitet të përhapur të korteksit veshkës. Ky rritje i ekogjenicitetit, i shoqëruar me humbjen e diferencimit normal kortikomedular, është shprehje e një presioni të shtuar kronik intraparenkimal. Pra, ky shenjë është shprehje e një efekti potencial displastik të veshkës, si pasojë e obstruksionit kronik, që me kalimin e kohës mund të çojë në dëmtim funksional. Në studimin fetal është pra e detyrueshme edhe vizualizimi i organeve gjenitale të jashtme. Në këtë video, siç mund të shohim, identifikojmë qartë një fenotip mashkullor të rregullt. Përcaktimi i gjinisë është pra një hap themelor në algoritmin e uropatife fetale, sepse te meshkujt, hidronefroza na detyron të përjashtojmë me përparësi absolute një patologji obstruktive nënvezikore, siç është valvula uretrale posteriore, dhe përjedhoj praninë e shenjës Keyhole, e cila këtu mungon. Po ashtu, muri i fshikëzës nuk tregon asnjë hipertrofi tipike të fshikëzave nga sforcimi. Obstruksioni nuk është nënvezikor, por pra është rreptësisht një anësh dhe i kufizuar në bashkimin uretero-fshikëzor të djathtë. Brenda lumenit fshikëzës, në korrespondencë me meaton ureteral të djathtë, vërejmë një formacion cistik me mur të hollë. Është pamja cistike brenda cistës që na jep sigurinë diagnostike të një ureteroceli të djathtë. Kjo zgjerimi i ureterit terminal intravezikal është shkaku mekanik që shpjegon fiziopatologjikisht të gjithë pamjen më sipër, megaureterin, pyelektazin dhe rrjedhimisht dëmtimin e parenkimës së djathtë. Tani kalojmë në anën e majtë. Veshka e majtë tregon një parenkim plotësisht normal për sa i përket ekogjenicitetit, por paraqet një rajon të dyfisht pjelik me dy sisteme kolektore të ndara qartë dhe që nuk komunikojnë me njëra tjetrën. Duke aktivizuar Color Dopplerin, marrim një konfirmim angiografik të kësaj varianti. Vlerësojmë kështu ndarjen e arterjes renale të majtë me dy enë të veçanta që dalin në mënyrë të pavarur për të vaskularizuar dy polet e veshkës. Nga pikpamja klinike, ky pamje ekografike nxit disa konsiderata të veçanta. Ligji Weigert-Meyert na kujton se në rastet me dy sisteme të plota është ureteri i polet sipërm që futet në mënyrë ektopike dhe për këtë arsye mund të çojë në ureterocel. Në këtë fetus, anatomia ka shprehur këtë tendencë malformative në mënyrë asimetrike dhe bilaterale.
Ureteroceli është zhvelluar në sistemin e vetëm të djathtë, ndërsa në të majt kemi një duplikim të pastër nefroureteral dhe vaskular. Nuk duhet i konsiderojmë këto gjetje si ngjarje të izoluara. Në fakt, ekziston një matricë e qartë embriologjike e përbashkët, e lidhur me zhvillimin e filizit ureteral dhe kanaleve të Wolfit. Defekti molekular që ka shkaktuar ndarjen në të majt është me shumë gjasa i njëjti që ka ndryshuar inkorporimin e ureterit të djathtë në sinusin urogenital, duke krijuar kështu një anomali bilaterale me shprehje të ndryshueshme. Fatmirësisht, lëngu amniotik është i rregullt, shenjë që sistemi i majt po siguron një funksionim të duhur global. Menaxhimi, natyrisht, do të parashikojë një monitorim të përsëritur çdo 3 deri në 4 javë, këshillim urologjik pediatrik dhe planifikimin e një profilaksie me antibiotik, në mënyrë që në lindje të mund të realizohet një zgjidhje endoskopike mundshme e ureterocelës së djathtë. Ju faleminderit për vëmendjen.